Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi incidentin e dieshëm para ambasadës së Amerikës pas raportimit për një automjet të dyshimit. Automjeti është kontrolluar në vend dhe është vërtetuar se nuk ka asgjë të dyshimt. Më pas, automjeti është marrë për t'i bërë kontroll shtesë, thon nga MPB-ja për Nova. Për vetëm disa muaj, ky është incidenti i dytë para ambasadës së SBA-ve. Në shtator, një ushtrim simulimi i paparalajmëruar i njësitit policor Alfa para ambasadës amerikane shkaktoi panik tek punonjësit, ndërsa për këtë nuk janë informuar personat përgjegjës në MPB. Varësi i listës në njësinë zgjedhore nr. 1 i koalicionit të udhëhequr nga LSDM, Stevo Pendarovski, në debatin në Nova tha se opozita po çon para koalicionit qeveritar të udhëhequr nga VMRO-DPMN. Ai këtë e arsyeton me faktin se të gjithë ciklet zgjedhore që nga viti 2011 deri më tani kanë qenë, siç thot ai, të kriminalizuara dhe se përmes kërcënimeve dhe shantazheve pushteti ka vjedhur me qindra mijë vota. Sipas tij, në zgjedhje të drejta, fitoria e opozitës do të jetë bindëse. Sipas negociatorit kryesor të Bashkimit Evropian në procesin Brexit, deri në tetor të vitit 2018, britanikët do të duhet të arrijnë një marrëveshje për dalje nga familja evropiane. Në konferencën për Shqip, ai tha se britanikët nuk duhet të stërzgjatin bisedimet për gjëra të vogla, sepse afati kohor është i shkurtur, ndërsa në mars duhet të fillojë procesi 2 vjeçar për aktivizimin e nenit 50.